Kam mbaruar BWRT, që është një lloj mënyre psikologjie, kam marrë nivelin e parë, mund të hap dhe zyrën time, por nuk është fikse ajo që dua të vazhdoj studimet me pjesën e psikoterapisë, por ka të bëj me gocat dhe gratë. E ndjej shumë të nevojshme që çdo gjë që unë kam mësuar, çdo gjë që unë kam kuptuar, ta ndaj edhe me gocat të tjera që e kanë të nevojshme. Dhe po mundohem nga pak ta bëj, por nuk është akoma aty ku unë dua. Kam edhe çik probleme këtë perfekcionizmin që dua t'i bëj gjërat ashtu siç duhet. Ky është edhe një nga problemet e mia, por do t'ja nis shumë shpejt. Pra jo një biznes, po një mision. Është një mision, po. Mund të ndërlidhet me biznesin, por është patjetër se gjithmonë nuk ka asgjë të keqe dhe ku ka më mirë sa misionin, pastaj ta kesh edhe biznes. Po unë e kuptoj dhe e shikoj nga mënyra se si e thua ti dhe prandaj e thash që e kuptoj që është vërtet një mision dhe një dëshirë e jotja